të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zotin Alban Zogaj, që falenderoj për pjesëmarrje virtuale në Kompas. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. E tregum që ka një mbledhje të qeverisë. Ju nuk e votuat raportin e Komisionit për verifikim të mandateve, pikërisht pse qeveria në detyrë nuk dha dorëheqje ashtu siç kërkuat. Çka pritni prej këtyre dinamikave të nesërme? Po e para më duhet me thonë që ne konsiderojmë antikushtetuese dhe sidomos edhe në kundërshtim me ligjin e aprovuar gjatë mandatit kaluar të kësaj qeverie, mbi qeverinë, i cili e thot shumë qartë që nuk mundet një, si me thonë, kryeministër, një ministër, me imbajt dy pozicionet edhe të kryeministrit, respektivisht ministrit dhe të deputetit. Andaj, ose duhet jepet dorëheqje prej pozicionit ekzekutiv, ose duhet jepet dorëheqje prej pozicionit të deputetit. Po, Zogaj, ju keni qenë nënkryetari i komunës së Prishtinës dhe keni ushtruar këtë veprim duke dhënë dorëheqje prej postit ekzekutiv në nivel lokal. A do duhej që këtë praktik ta bënte edhe qeveria në detyrë, duke qenë edhe sa i përket interpretimeve që të mos ketë mungesë të ekzekutivit, mos ketë vakum institucional? Jo, vakum institucional nuk ka, sepse ne kemi pas situatat të tilla edhe përpara. Për këtë arsye ekzistojnë edhe zëvendës kryeministrat, ekzistojnë edhe zëvendës ministrat, të cilët e vazhdojnë punën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Rasti im është rast që mundet më përmend, ku unë kam dhënë dorëheqje në mënyrë që të marr pozicionin e deputetit. Edhe kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje nga pozicioni i deputetit për të vazhduar punën në komuna. Andaj, ne sot nuk kemi pas mundësi dhe nuk lejojmë me shkel kushtetutën edhe ligjet e Kosovës dhe kësaj ne votuam kundër një raporti të tillë dhe kërkesa jonë është tepër e thjeshtë dhe e qartë. Jepni dorëheqje, ejani në seancë dhe betohemi dhe ecim tutje me pika tjera të rendit të ditës. Dhe krejt tjetër interpretim ka kabineti në detyrë që udhëheq qeverinë, ata nuk është se kanë dhënë shenja që do t'japin dorëheqje tjetër përveç kësaj që e pam. Dokumenti të nënshkruar prej Albin Kurtit, tash brenda 40 tetorëve do të ketë një seancë tjetër konstituive, ashtu që të përfundojnë krejt procedurat, atë mund të përsëritet skenari njëjta, do të ndryshon ju qëndrim varësisht prej nevojës? Jo, absolutisht, ne nuk do të ndryshojmë qëndrimin tonë, sepse qëndrimi jonë është qëndrim kushtetues, pra që bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe në ligjet e Kosovës. Edhe në këtë ligjin e fundit mbi qeverinë, në të cilin ligje dhe ne kemi vrejtje tona, por ai është votuar dhe është aprovuar nga legjislatura e kalume. Dhe si të tillë ne e marrim për bazë. Ne konsiderojmë që zgjidhja e kësaj nyje është shumë e thjeshtë, të japin dorëheqje kryeministri dhe ministrat, të vinë të betohen në seancën e radhës dhe ecim me pika tjera të rendit të ditës. Çdo situatë tjetër është shkelje kushtetuese, është gjithashtu kokëforci edhe, si me thonë, arrogancë, e cila është tregu jo vetëm në këtë rast, po edhe në shumë raste tjera deri më tash. Nëse vazhdon kjo kokëforci, siç po e cilësoni, mund të shkojë deri në pakufi çështja e ndërprerjes së seancave konstituive, atëherë a është më pasojë që nuk konstituohet kuvendi një prej organeve më të rëndësishme shtetërore? Po nuk e di me saktësinë, tash mundemi me u hamendësu se çfarë do të ndodh. Sot kryesuesi i seancës dërgoi pyetje edhe tek presidentja dhe ne po presim tani për hapat e radhës. Ne mendojmë që, si me thonë, topi është në anën e lëvizjes vetëvendosje dhe të grupit më të madh politik në kuvend që të zhbllokojnë situatën dhe e kanë fare të lehtë në dorën e tyre, japin dorëheqje, vinë betohen dhe vazhdojmë tutje me pika tjera të rendit të ditës.
Ka pas shumë reagime prej anës akterëve të lëvizjes, vetëvendosje dhe partnerëve të tjerë nga Guzo dhe Alternativa. Megjithatë, po e citoj Albin Kurtin, mandatarin për kryeministër, që ju bën bashkë PDK-n, LDK-n, Listën Serbe dhe AK-n, dhe fjalinë e fundit në reagimin e tij në Facebook thotë se janë kundër qeverisë e Republikës dihet, por se janë edhe kundër vetvetes. Këtë e mësuam sot. A jeni kundër vetvetes, zotëri Zogaj? Ky është prap një reagim seri e reagimeve të zotit Albin Kurtit, reagime ofenduese, reagime përqarse. Në vend që të bëhet krejtësisht e kundërta ku tentohet me si me thonë, përbashku spektri politik, edhe ky reagim është reagim përqarës e ofendues. Ne nuk jemi kundër vetvetes. Ne përkundrazi jemi për zbatimin e ligjeve të Republikës së Kosovës dhe të kushtetutës Kosovës. Andaj ne sot çfarë kemi bërë, ne kemi mbrojt kushtetutën dhe kemi mbrojt ligjet e Kosovës, asgjë më pak e asgjë më shumë. Dhe po që se edhe ata dëshirojnë me bëjnë një gjë të tillë, rrugën e kanë fare të lehtë e të qartë përpara. Pse sipas juve është ky qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje? Pse nuk ka dorëheqje ashtu siç po e kërkoni ju? Ne mendojmë që kjo po bëhet kryesisht për të blerë kohë, sepse në krejt mjegullën e sotme ne e pam një gjë të qartë, që lëvizja vetëvendosje, grupi më i madh politik në kuvendin e Kosovës, nuk e ka shumicën sot në kuvendin e Kosovës, ajo po qartazi, pra kishin vetëm 52 deputet që votuan për, dhe kësaj përmes këtyre zvarritjeve dëshirojnë blejnë kohë në mënyrë që potencialisht krijohet një shumicë e re në kuvendin e Kosovës. Dhe ju mendoni që lëvizja vetëvendosje nuk i ka ende numrat e mjaftueshëm për një mazhorancë parlamentare, por rrjedhimisht pastaj edhe për një kabinet triqeveritar? Kjo u pa qartazi sot në seancën konstituive, u pa qartazi që nuk kishin një shumicë në ditën e sotme, sepse përndryshe kishin me votu edhe raportin e komisionit për mandate. Qysh është qëndrimi juaj edhe juve personalisht po dhe Lidhjes Demokratike në tërësi si grup parlamentar karshi krejt këtij zhvillimit sotëm, por edhe mundësisë të cilën po e pret partia e dytë, Partia Demokratike e Kosovës, që ta marrë në dorë krijimin potencial të qeverisë? Ne qëndrimet i kemi bërë të qarta tash e këto javë. E para është që nuk ka një bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje. Këtë kemi bërë qartë edhe me refuzimin për takim dhe për hyrje në diskutime potenciale. E dyta, ne kemi bërë të qartë që pjesëmarrja jonë qeverisje do të jetë vetëm me kryeministër Lumir Abdigjikun. Dhe e treta, kërkojmë që një qeverisje potenciale në Kosovë të jetë qeverisje stabile dhe afatgjate, pra ideja është që të mos hyjmë në qeverisje të cilat nuk kanë stabilitet dhe qëndrueshmëri, e potencialisht të shkohet në zgjedhje shumë shpejt pas disa muajsh. Por nuk jemi akoma në atë pozicion apo në atë pikë. Ne presim që i pari, fituesi i zgjedhjeve, partia më e madhe, me e shterë mundësinë e saj për të kriju edhe për të themelu institucionet e vendit. Në qoftë se partia më e madhe nuk arrin një gjë të tillë, atëherë do të ulemi dhe do të shohim se si do të veprojmë tutje. Por edhe një gjë po e theksojmë. Kushtetuta jonë nuk e thot që i dyti e merr mandatin me automatizëm. Kushtetuta jonë e thot që nëse i pari dështon, atëherë i vije radha të tjerëve, pra atyre që kanë mundësi me prezentu një shumicë para presidentes. Dhe ju mendoni që mund ta propozoni një shumicë para PDK-s? Jo, nuk po e themi një gjë të tillë akoma, nuk po e themi. Ne po themi që kur të vijmë tek ajo pikë, kur të vijmë te ai pozicion, atëherë do të ulemi dhe do të japim qëndrimin ton politik.
E qarë, zotëri Zogaj, të falenderoj shumë për këtë inkuadrim në Kompas. Do të kemi rastin që të diskutojmë patjetër edhe për seancat e radhës, të cilat do të mbahen deri në konstituim. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit shumë, ndërkaq që